Në histori ka emra që qëndrojnë si male, të pathyeshëm dhe të paharruar. Ata nuk janë vetëm figura të së kaluarës, por janë flakadan që ndriçojnë rrugën e së ardhmës. Një kujtesë e gjallë e sakrificës dhe heroizmit. Një ndër këta trima është Feriz Qerimi, i njohur si Llovca. Njeriu që nuk njohu frikë, që nuk u përkul kurrë dhe që edhe kur u rrethuan nga errësira, mbeti dritë për kombin e tij. Para se të vazhdojmë, mos harroni që të pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori epike të kombit shqiptar. Ishte viti 1997. Në Kosovë, rreth e zeza të luftës tashmë kishin filluar të dendësoheshin. Populli shqiptar ishte në prag të një përballje të madhe me shtetin okupator serb. Por në atë kohë, në një sallë stërvitjeje në Kosovë, një djalosh po përgatitej për një betejë tjetër, jo me plumba dhe armë, por me hekur e muskuj. Feriz Qerimi kishte arritur majat e bodybuildingut në Kosovë, duke u shpallur kampion kombëtar. Me disiplinë të hekurt dhe një vullnet të pathyeshëm, ai synonte suksesin edhe në arenën ndërkombëtare, por fati kishte plane të tjera për të. Kur kushtrimi i atë dheut thirri, Feriz Qerimi nuk hezitoi asnjë çast. Ai la pas trofet, ëndrat sportive dhe doli në male, për të mbrojtur atë që ishte më e shenjtë, tokën e të parave, nderin e kombit, lirinë e popullit. Pranvera e vitit 1998 e gjeti Feriz Qerimin të rreshtuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Por ai nuk ishte thjesht një luftëtar fizikisht i fortë, ai ishte një shpirt i pamposhtur, një strateg i lindur, një njeri i betuar për liri ose vdekje. Në fushbetej, ai u dallua për guximin e tij të jashtëzakonshëm. Ai nuk luftonte vetëm me trupin e tij të fuqishëm, por edhe me një zemër që rrihte vetëm për lirinë e Kosovës. Në momentet më të vështira, kur plumbat binin si breshër mbi malet dhe fushat e Kosovës, Feriz Qerimi ishte aty, në vijen e parë të frontit. Ai nuk u fsheh kurrë pas shkurreve, nuk u tërhoq kurrë prapa. Çdo hap që hidhte ishte një hap më afër çlirimit të Kosovës. Në vjeshtën e vitit 1998, kur lufta kishte arritur kulmin, Feriz Qerimi mori përsipër një mision të rrezikshëm dhe jetik. Ai u nis drejt Evropës, jo për të vazhduar karrierën e tij sportive, por për të organizuar diasporën shqiptare dhe për të furnizuar UÇK-n me armë dhe pajisje. Ferizi nuk ishte vetëm një ushtar në betejë, ai ishte një organizator, një strateg, një djalë që i kuptonte mirë rëndësinë e logjistikës dhe furnizimeve në një luftë. Ai bashkë me shok krijoi një korridor të fshehtë për të sjellë armë nga Maqedonia në Kosovë. Një rrugë që do të mbante gjallë qëndresën e UÇK-s. Fal tij, shumë luftëtar u armatosën dhe shumë betejë u fituan. Por misioni i tij nuk ndaloi me çlirimin e Kosovës. Për Feriz Qerimin, lufta nuk kishte përfunduar. Ai nuk e shihte veten në një Kosovë të lirë, teksa trojet shqiptare të tjera ishin ende në zgjedhjen serbe dhe maqedonase. Pas fitores së NATO-s dhe UÇK-s mbi Serbinë në Kosovë, Feriz Qerimi nuk zgjodhi të kthehej në një jetë të qetë. Në vend të kësaj,
Ai vazhdoi luftën në luginën e Preshevës, duke u bërë një figurë kyçe në ushtrinë çlirimtare për Preshev, Medvegj dhe Bujanoc. Çdo aksion ku ishte i pranishëm Feriz Qerimi ishte një aksion i suksesshëm. Ai ishte krahu i djathtë i komandantit Shefqet Musliut, një nga figurat më të rëndësishme të luftës në atë zonë. Ai e dinte se lufta përfundon vetëm kur të gjithë shqiptarët të jenë të lirë. Aktiviteti i tij në këtë zonë nuk përfundoi deri në marrëveshjen e Konçulit, kur UÇPMB-ja u demilitarizua. Kjo ndodhi në vitin 2001, po në atë vit kur flakët e luftës shpërthyen në Maqedoni, Ferizi ishte aty, duke mbështetur ushtrinë çlirimtare kombëtare me armë dhe luftëtar të kalitur në betejat e Kosovës. Kontributi i tij vazhdoi deri në marrëveshjen e Ohrit, kur edhe përfunduan luftimet. Kjo e bëri Qerimin luftëtar të 3 luftrave në mbrojtje të trojeve dhe popullit shqiptar. Por pas çdo lufte vijnë padrejtësitë. Si shumë luftëtar të tjerë të UÇK-s, edhe Feriz Qerimi u arrestua dhe u burgos padrejtësisht nga ndërkombëtarët. Ai kaloi 4 vite në burgjet e Bondstillit, Mitrovicës dhe Dubravës, duke përballuar presion psikologjik. Por asgjë nuk e theu shpirtin e tij. Ai nuk u pendua asnjë qas për rrugën që e kishte ndjekur. Edhe pas lirimit të tij, ai nuk gjeti paqe. Kosova ishte e lirë, por ende shumë bashkëluftëtar të tij ishin në përburgje. Ai vazhdoi betejën, këtë herë me fjalë, për të kërkuar drejtësi. Por historia e heronjëve shpesh nuk përfundon në lavdi, por në tragjedi. Më 3 dhjetor 2009, në Gjilan, në një natë të errët, u dëgjuan të shtëna armësh. Në një BMW të zezë, Feriz Qerimi u gjet i qelluar për vdekje. Ai ishte vetëm 33 vjeç. Në momentet e fundit të jetës, ai e përdori trupin e tij për të mbrojtur shokun e tij, Agim Nuhiun, duke treguar edhe një herë se për të jeta kishte vlerë vetëm kur ishte në shërbim të tjetrit. Shokun ja arriti ta shpëtonte nga vdekja, por nuk mundi ta shpëtonte veten e tij. Ende ka shumë pyetje pa përgjigje në misterin e vrasjes së tij. Kush e vrau Feriz Qerimin? Kush e shoi jetën e këtij luftëtari të madh, që nuk u përkul as para plumbave të armikut dhe as para burgjeve? Miqt dhe bashkëluftëtarët e tij janë të bindur se kjo nuk ishte një vrasje zakonshme. Ata thonë se përgjegjëse për këtë atentat ishte dora e zgjatur e Serbisë, e cila edhe pas çlirimit të Kosovës nuk e ndali kur luftën e saj të fshehtë kundër atyre që i rezistuan me armë dhe shpirt pushtimit. Feriz Qerimi nuk u vra rastësisht, ai u ekzekutua, sepse ishte një nga ata që nuk mund të blihej, nuk mund të shantazhohej, nuk mund të friksohej. Edhe pse plumbat i ndalën zemrën, ata nuk mundën të ndalin frymën e tij të lirë, e cila jeton në histori, në kujtesën e popullit, në malet dhe tokën që i mbrojti gjithë jetën e tij. Por historia nuk duhet të mbyllet me heshtje. Ata që e deshën Feriz Qerimin, ata që luftuan krah tij dhe ata që sot jetojnë të lirë fal sakrificës së tij, kanë të drejtën dhe detyrën të kërkojnë të vërtetën. Kush e vrau Feriz Qerimin? Kush qëndron pas këtij atentati të errët? A ishte kjo një hakëmarrje vonuar nga ata që ai mundi në luftë? A ishte dora e zgjatur e armikut shekullor? Tani ju pyes, çfarë mendoni ju? A duhet që historia e tij të jetë më e njohur,
që brezat e ardhshëm të mësojnë për trimërinë dhe sakrificën e tij. Shkruani mendimet tuaja në komente dhe ndajeni këtë histori që emri i ferizqërimit të mos harrohet kurrë, sepse herojt nuk vdesin kurrë. Ata jetojnë në kujtesën e popullit të tyre, në zemrat e shqiptarëve që nuk harrojnë. Lavdi ferizqërimit, lavdi të gjithë atyre që luftuan dhe ranë për liri.